Qile li Jusuf a.s. është thonë, kur Jusufi a.s. qëndroj gjatë në burg, tha, Rabbi, ka tawalteli fi sijnë tawilen, o Zot, tha me të vërtet me bëre të rri shumë, tha në burg. Allahu Gjeleshanu për i thët, ja Jusuf, ka të se elte sijnë, tha atajnake, thot ti vet e ke lip burgun, edhe ta kemi dhonë burgun. Leu se elte el muafa le afejnake, thot si këtë kishe kërku ti mirëqenje, kishe kërku jetë lumëtër, kishe kërku shëndetet mira, kishme me t'i dhonë këtë të mira. Po ti thave, Rabbi e sijnu e habbu i leje, mima jeduneni i leje. O Zota, burgi tha është më i dashër, më i këndshëm për mua, se sa fjalët që po qarkullojnë, dezinformatat që po qarkullojnë, shpifjet që po qarkullojnë ndaj meje, më i mirë tha është burgu. E kërkoj burgun edhe shkojnë burg. Mirë po, kur ju zgjat te për burgi, tha o Zota, çka u bë me mua? Allahu Gjeleshanu i tha, ata çka e ke lip, ata ta kina dhonë. Me pas lip mirëqenjen, kish me dhon mirëqenje, me pas lip shëndetin, kish me dhon shëndet, me pas lip lumturien, kish me dhon lumturi. Kjo vllazër mesazh për neve, çka po kërkojmë te Zoti ne. Nuk bën të kërkohen gjonat negative, nuk bën të kërkohen gjonat që na futin pesimizëm, na futin në monotoni, ne hupin kohën, ne hupin jetën, nuk bën të mbjellni mendime të këqija, se ato pejgamberi alayhis salam i ka thujtur iyakum wadhan. Keni kujdes nga paragjykimet. Çka është paragjikim? Plaki për çdo ditë mendon se po des. Kjo është paragjikim ndaj Allahut, ndaj kaderit të Allahut. Tjetri mendon për diçka që po smuhet, tjetri mendon për çdo ditë që porzohet, po merr plag, tjetri mendon për çdo ditë që po i ndodhe vladit diçka, po i ndodh atij. Këto janë krejt paragjykime, krejt ngarkesa. Këto duhet të më çlirohen herë e përjet, se ashtu çysh i kemi, ashtu çysh i kërkojmë, edhe na vin vllazër. E nuk ka nevojë besimtari me akumulu në shpirtin e tij, në trupin e tij, në mendjen e tij, këto paragjykime, sidomos ndaj Allahu Gjeleshanu, i cili na i ka dhënë gjithë të mira, e këtë mirëqenje, e këtë luksoz, e këtë komoditet, e njeriu me mendjen e vet, me punët e veta, mbjell pesimizëm, mbjell gjona negative edhe të këqija që e shkatërrojnë jetën e besimtarit.